që a ban me thonë Allahumma amin. Për shumë në fund duas, ose në fund të sona që njën diçka dhe donë me thonë amin, në vend që me thonë amin, thu Allahumma amin. A ban kjo? Kjo është pyetja. E para që ka du me thonë ban musliman. Por shkak se dyja që në të mira, dyja që në shprehje islame, ju më që e kënini ato që këm folë, por Allahumma, e dini sa kam qef që musliman me thonë Allahumma. Allahumma është sikur kur thu, o Allah veç është e veçantë, por Allahun azza wa jall. Të është, a ban me thonë Allahumma amin, ban me thonë. Ama, ma mirë është mësë me thonë. Ma mirë është me thonë amin. Pse ma mirë, për ka e tjera me këta, për shkak se Rasuli a.s. ka thonë amin, ose na ka mësu me thonë amin, ama nuk na ka mësu me thonë Allahumma amin. Kur thësh amin, veç si thësh amin, ti veç në kuptim ke thonë Allahumma amin. Kur thësh amin, për shembull, unë jum lut. E ti ke thonë amin. Kur ke thonë amin, sikur ke thonë Allahumma, o Allah, përgjigjo. Është sikur ke thonë veç, kur ke thonë amin, unë jum lut, ti ke thonë amin, është sikur kur thu ti, o Allah, përgjigjo. Do më thonë sikur kur thu Allahumma amin. Të është në qofë se ashtan edhe një herë, Allahumma, i bjen sikur kur thu dy herë, Allahumma amin. Por shkak se amin e ka kuptimin e Allahumma mrana. Do më thonë qofë se ashtan edhe një herë, Allahumma e ke bo një shtes që nuk ka nevoj me kanë aty. Nuk po thamë është e tepër, nuk po thamë veç thjesht, nuk ka nevoj. Kështu që ma herë e ma mirë është mësimi Rasulit a.s. me thonë amin. Amin, a është ma mirë me thonë amin. Kështu nga ka mësu Rasuli a.s. E aji që pretendon që ka thonë diçka ose ka ba diçka ma mirë se Rasulullah a.s. nuk dëshojna në devimin e tina. Ke kush ke? Edhe njerë për fund po thamë, nuk ka të keqe, ama ma mirë më është me thonë veç amin. Mjafton me lejen e Allahut azza wa jall. E nëse lutesh, atëherë thu Allahumma nimam, Allahumma letësama. Është sikur kur thu, o Allah letësama, Allahu azza wa jall, o letësoft e ju nimov gjithmonë.